Mjeku gjerman i nxjerr jashtë loje farmacit. Digjni një gjethe dafine çdo mbrëmje dhe do të befasoheni. Zakonisht ne përdorim bimët dhe erëza të ndryshme për të shijuar ushqimin, pa menduar se këto përbërës të kuzhinës mund të përdoren edhe për qëllime të tjera. Një rast i tillë është për shembull përdorimi i gjetheve të dafinës. Përveç rolit në luajtjen e përmirësimit të shijes së gatimeve të ndryshme, gjethet e dafinës mbajnë shumë vlera të dobishme për shëndetin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Si për shembull vetit antiseptike, antiinflamatore dhe antioksiduese. Janë po ashtu një burim i rindësishëm i vitaminës A, vitaminës B, vitaminës C, acidit folik e të tjera. Kështu, përfitimet e tyre në dobi të shëndetit do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Ekspertët tregojnë se ato janë në një burim i nënvlerësuar i elementëve ushqyes që nëse përdoren nën kujdesin e duhur mund të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e organizmit. Nuk është për të nënvlerësuar edhe përmbajtja e mineraleve që ato kanë, siç janë për shembull kaliumi, bakri, kalciumi, mangani, hekuri dhe seleniumi, gjithashtu zinku dhe magnezi, të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ato janë të sigurta për shumë prej jush, dhe aroma e veçantë e tyre do të përbëjë një ndikim pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Kjo është një arsye pse përdoreshin gjërësisht edhe nga qytetrimet e lashta për të përmirësuar imunitetin dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Përveç kësaj, besohet se gjethet e dafinës mund të mbështesin edhe trajtimin e problemeve të lodhjes. Për të marrë përfitimet kryesore të tyre, mund të ndizni lehtë dhe me kujdes në një tas rezistent ndaj nxehtësisë dhe ta lini aromën të prapet ngadalë nëpër të gjithë shtëpinë. Djegja e gjetheve të dafinës është shumë e dobishme për të relaksuar muskujt, për të qetësuar mendja dhe për të përmirësuar gjendja shpirtërore. Gjethet e dafinës janë një nga produktet më të fuqishme kundër furtarës së zezë. Nëse insektet kanë pushtuar kuzhinën ose oborrin tuaj, përdorni gjethet e dafinës për t'i zbrapsur ato. Kështu përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë të menjëhershme dhe të drejtpërdrejta. Ndizni disa gjethe dafine në ambientet tuaja të shtëpisë, sidomos kur jeni të stresuar. Kështu përfitimet e tyre në mbrojtjen e organizmit do të jenë më të gjëra. Gjethet e dafinës janë krejt ndryshe nga çdo erëz ose barishte e thatë që mund të keni në kuzhinën tuaj. Në çdo gatim, gjethet, erëzat dhe barishtet përdoren edhe konsumohen deri në fund, ndërsa gjethet e dafinës duhet të hiqen nga ushqimi përpara se ato të serviren. Gjethet e dafinës janë të pasura gjithashtu me përbërës bimor, vitamina minerale plot me vlera. Qytetrimet e lashta i kanë përdorur ato edhe për të përmirësuar nivelet e imunitetit dhe jo vetëm. Gjethet e dafinës do të ndihmojnë me tretjen. Gjethet e dafinës ndihmojnë me tretjen dhe shmangjen e çrregullimeve të këtij sistemi. Nëse pini çaj dafine, mund të luftoni aciditetin e lartë në stomak dhe të zgjidhni problemin e lëvizjeve të çrregullta të zorrve. Gjethet e dafinës përmbajnë enzima që mundësojnë shpërbërjen e proteinës dhe rrjedhimisht ato janë të shkëlqyera edhe për dietat jo vegetariane. Merrni 5 gram gjethe dafine, shtoni gjithashtu xhenxhefil dhe i zjeni së bashku në 200 ml ujë, derisa të mbetet 1/4 e ujit. Shtoni mjaltin dhe e konsumoni këtë të paktën 2 herë në ditë. Është e rëndësishme që nëse vuani nga tretja mund t'ju ndihmojë, por nëse merrni medikamente përpara përdorimit, gjithmonë konsultohuni me ekspertin. Edhe shëndeti juaj kardiovaskular do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i gjetheve të dafinës. Fitoushqyesit që gjenden te gjethet e dafinës janë gjithashtu shumë të fuqishëm. Ato janë një mburojë shumë e mirë kundër sëmundjeve kardiovaskulare dhe gjethet e dafinës përmbajnë substanca të vlefshme siç janë rutina, acidi kafeik dhe fitoushqyesit që forcojnë kështu shëndetin e zemrës dhe përmirësojnë edhe funksionet e saj. Ata që kanë këto komplikacione mund të përdorin gjethet e dafinës në mbikëqyrjen e një eksperti.
Gjethet e dafinës janë fantastike kundër infeksioneve dhe simptomave të ftohtit dhe të gripit. Në rastet se ju vuani nga problemet e frymëmarrjes, zjeni 2 deri në 3 gjethe dafine në ujë, i lini të ftohen për të paktën 10 minuta. Zhysni një nap në legend dhe më pas e vendosni në kraharorin tuaj edhe për të çliruar nga bllokimet e shkaktuara kryesisht nga i ftohti, kolla dhe virozat e stinës. Ndaj, përdorimet të tilla të gjetheve të dafinës do të jenë një mburojë shumë e mirë ushqyese edhe në rastin tuaj. Çaji i dafinës është efikas kundër temperaturës. Nëse rast se vuani nga tështima dhe përsëritja e saj mund të lehtësohet me përdorimin e çajit të gjetheve të dafinës. Dafina nxit gjithashtu një gjumë më të mirë gjatë natës. Ekspertët tregojnë se përdorimi i çajit të dafinës në këtë aspekt mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për të fjetur më mirë gjatë natës, duke u lehtësuar këto situata stresuese dhe duke përmirësuar ndjeshëm edhe organizmin tuaj. Gjithashtu, dafina është një produkt fantastik ushqyes që mund të ndikojë drejt për së drejti në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin e të gjithë organizmit. Ato janë përdorur që në lashtësi në mjekësinë popullore për trajtimin dhe lehtësimin e njësër komplikacionesh. Një recetë e vjetër që përdoret për lehtësimin e problemeve të stomakut dhe urthit gjithashtu përbëhet nga gjethet e dafinës. Përbërja e kësaj recete mund të përgatitet në këtë mënyrë. Për përgatitjen e saj do ju duhen 10 gjethe të dafinës të thatë të grimcuara, 4 lugë me lëkura portokalli ose edhe me lëkura portokalli të grimcuara. I prini bashkë, hidhni në një tenxhere në 1 litër ujë dhe i zjeni ato për të paktën 10 minuta. Pasi t'i keni zjerë, duhet ta lini enën e mbuluar për 20 minuta dhe më pas ta kulloni atë. Ëmbëlsojeni me pak mjaltë dhe konsumoni të paktën 3 herë në ditë. Pas vakteve të ngrënies do të keni gjithashtu edhe rezultatet më të mira në përdorimin e saj. Vlerat e dafinës janë të mira edhe në shëndetin tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës, duke nxitur urinimin dhe si rjedhoj duke ulur kështu nivelin e toksinave në trup. Dafina stimulon të vjellat, në rast se mund të jeni helmuar edhe nga ushqimi. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës ndihmojnë me tretje dhe qetësojnë stomakun e trazuar. Në rast se keni probleme me frymëmarrjen, përdorni gjethet e dafinës. Gjethet e dafinës mund të përdoren për të lyer kraharorin për të ndihmuar kundër problemeve me frymëmarrjen. Në rast se nuhasni avullin e gjetheve të zjera të dafinës, do të ndiheni akoma dhe më mirë. Ato ndihmojnë dhe përmirësojnë shëndetin e flokëve. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokut të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Lagni gjethet në ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin, do ta zbusin lëkurën e thatë dhe do të ndihmojnë ndjeshëm në këtë aspekt të tyre. Dafina gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë edhe acid kafeik dhe rutin, 2 substanca që përmirësojnë ndjeshëm shëndetin tuaj të zemrës dhe mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacionet. Gjethet e dafinës janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rast se vuani gjithashtu nga ankthi dhe nga probleme të ndryshme të stresit. Dafina ka efekte lehtësuese dhe qetësuese. Së bashku me trumzën, borzilokun, gjithashtu, dafina ka në përmbajtje të saj lineol, një substancë e cila do të çlirojë në një periudhë afatgjatë dhe gjithashtu do të lehtësojë situatat tuaja të dëmshme, duke siguruar një mbrojtje më të mirë imunitare dhe duke rritur gjithashtu aftësinë menaxhuese të organizmit tuaj. Përdorime të tilla të gjetheve të dafinës do të çlirojnë në periudhat afatgjata të dëmeve të ankthit, gjithashtu edhe të stresit të pakontrolluar. Ndaj përdorimet e saj në përditshmërinë e dietave tuaja do të jenë të menjëhershme të shumë fishta dhe do të parandalojnë gjithashtu ndikime negative të tyre në organizëm. Përdorini gjethet e dafinës me kujdes në rutinat tuaja ditore dhe përgatituni gjithashtu të merrni përfitime të rëndësishme në dobi të shëndetit.
Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.